Analisti politik Azdren Shala ka hedhur një deklaratë të bujshme në emisionin Rubicon në Klan Kosova, ku ka thënë se 2 deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë të gatshme ta votojnë qeverinë Kurti. Sipas tij, këto deputete janë në pritje të mundësisë për të votuar në mënyrë të fshehtë për të shmangur presionin publik dhe pasojat politike brenda subjektit të tyre. Shala tha se informacionin e ka marrë nga një burim të cilin e konsideron shumë të besueshëm, edhe pse nuk është në gjendje ta konfirmojë me siguri absolute saktësinë e tij. Sipas një burimi të besueshëm që unë e kam, se di se a është krejt i sakt, por është shumë i besueshëm, 2 deputetet e LDK-s janë gati që ta votojnë qeverinë Kurti. Votimi i fshehtë i tyre i mbron nga linçimi publik, u shpreh ai. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur në Kuvendin e Kosovës është diskutuar mundësia e votimit të fshehtë në seancën e 9 konstituitive për kryetësinë e Kuvendit. Kjo procedurë është parë nga disa si një mundësi për të thyer vijat partijake dhe për të mundësuar një lëvizje më të lirë të deputetëve, pa frikën e ndëshkimit politik apo etik brenda partive të tyre. Shala nënvizoi se nëse krijohen kushtet e duhura për një votim të fshehtë, atëherë ekziston një mundësi reale që këto 2 deputete të shprehin mbështetjen e tyre për qeverinë Kurti, duke ndikuar ndjeshëm në dinamikën politike dhe në ekuilibrat e forcave në kuvend. Një akt i tillë do të kishte pasoja të mëdha për raportet mes partive, veçanërisht mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje, dhe do të mund të çonte drejt një konfigurimi të ri politik. LDK deri më tani ka mbajtur një qendrim kritik ndaj qeverisë Kurti dhe nuk ka treguar gatishmërinë për të bërë pjesë në një koalicioni me këtë subjekt. Megjithatë, nëse deklarata e Shalës rezulton të jetë e vërtetë, atëherë kjo do të sinjalizonte një ndarje të mundshme brenda radhëve të LDK-s, apo të paktën një mendim ndryshe mes disa deputetëve